Kësaj zonës do të heq imunitetin. Pse do të heq, do thot parlamenti, unë do ta i thot sepse do të bëj kontroll te telefoni i saj. Po kur ja heq për një, ja heq për gjithë. Edhe nesër mund ta merrte të pandehur dhe nesër mund ta procedonte dhe ta fuste në burg. Por kur prokurori nuk ka vajtur, se ky është sekreti. Edhe ju më shkoni te provat e miliona këto. Ktu hajnë miliarda, jo miliona. Edhe ata shkëta votojnë për të qeveri. Po jo, po ky është fakti, ky është më e rrezikshme. Kjo është më e rrezikshme. Jo, sepse ti çfarë bën ti? Ti më thua po parigjykojmë faktin, në kuptimin cili është për fakti. Derisa i pas 83 mandate, mos shkoj ky shkret prokuror që të kërkojnë parlament autorizim. Jo më zonjë, duhet të respektohet procedura. Kjo është procedura. Në 73 i kushtetutës i thot prokurori, derisa kjo paska këtë veprim edhe vazhdon akoma kryet detyrës, ti bëja situatën më të frikshme që ajo çfarë të bëjë në fund fare, të japi dorëheqjen dhe të shkojë të përballet me drejtësi, sepse ky zotëri këtu nuk do të jetë më avokat i saj. Është shumë e thjeshtë në aspekti juridik, politik, penal dhe moral. Po është edhe aspekti moral ky. Është shumë i saktë në aspektin moral. Është shumë i rëndësishëm edhe aspekti moral. Po ne nuk i themi Ramës tani ti dile dhe bëu avokat i kësaj. Nuk i themi Ramës as kjo të kërkoj avokat e Ramën, as mua, as ty as njëri. Po të paktën ai prokuror që pati guximin, që të kërkoj pezullimin, pse nuk pati guximin të shkoj të kërkoj heqjen e imunitetit? Sepse do të bëj një pyetje tani unë ty. Në rast se ky e dënon në gjykatë mirë, edhe dënohet kjo zonja këtu. Pse ti, një person ku e dike në vendimarrjen tënde si prokuror, që do ta dënosh? Sa ai nuk shkoj të thotë, unë do ta shpallës të pa, më fal. Jo, në mentalitetin shqiptar spaku do dënon. Po le tani unë flas po të flasim ne tani po të flasim me ligjin. Ai prokuror do të shkonte në parlament dhe të shkonte të thoshte qeverisë shqiptare dhe grupit parlamentar të Partisë Komuniste, Socialiste dhe t'i thoshte, zotri, këtë ma të zhvish nga imuniteti. Kaq, edhe di unë çfarë do bëj. Nuk pati guximin, pra, si ka mundësi një prokuror, këtu lind pyetja zotri, mos më shkoni mua a pezullon apo jo. Pyetja cila ishte? A shkon prokurori, ka guximin të shkoj në parlament dhe të kërkoj grupit parlamentar socialist që t'ja heq imunitetin kësaj zonjës? Ja mban prokurorit, këtu lind pyetja. Dhe këtu është historia, jo pezullimi. Jo pezullimi. Po Ramas po lçon as si edhe për pezullim. Pezullimi është gjë tjetër. Ti po ja mban të bëj avokat që nuk guxonte spaku të shkojë të kërkonte heqjen e imunitetit ballukut. Po normale, sa i sa ka bër. Nuk e ka bër, urdhëro, nuk e ka bër. E ka bër në rast se unë kam pa lajmë, ti më thua që gazetar të jap lajmin e fundit. Bravo, s'më dhe lajmin e fundit, pra nuk e ka bër. Unë pres lajmin e fundit që ky prokurori zgjohet dhe shkon thotë, vlla, po, tani dua për shkak të moralit dhe politikës. Po, mund ta bëj në çdo moment. Në çdo moment mund ta bëjmë. Pse po e paragjykojmë ne pra? Pikërisht. Po jo, një sekond, sepse ty të thot qartazi, ti shko edhe hetoj edhe këtë person në rast se ky ka bërë vepër penale. Një sekond, po pse nuk e shkon të shkruaj? Shotë loti 4, jemi në para. Shumë mirë, po pse paragjykojmë? Pse kishte dosën nga 2021-shin dhe jemi në 2025-ën dhe në 2023? Çka ka hetuar? Asgjë nuk ka hetuar. I kishte të gatshëm nga dosja tjetër dhe thjesht i mbante dhe bënte pengmarrje. Kjo është shqip. Dumani në raportimin që bëri në kuvend, sigurisht edhe do përpiqen të justifikohen, do ta pranojmë. Sigurisht. Ndoshta edhe numri kufizuar i prokurorëve e BK. Po kanë hallë ata çështje, kanë hallë që avokatët po e mbron. Po jo, s'kan hallë, kanë shumë hallë, po ma mbron shumë spakun. Kanë hallë të shkretët, po nuk kanë mundësi, po. Prit. Se ndërprer. Vazhdo mbrojë spakun. Tha që spaku e di mirë që edhe kur është spaku dia të rreqin vesh, ja të rreqin mirë. Edhe di, ku është për t'i dhënë atë që i takon Cezarit, jad me atë që i takon Cezarit. Në të dyja, ti nuk je lavazhier, ti je profesionist në kuptimin që ti dhe gazetari, edhe ti si gazetar, edhe disa gazetar duan të marrin burime dhe ta nxjerrin të parë. Kjo është gjë e denjtë për gazetarin, po jo për lavazhierët. Lavazhierët janë ato që i thoshin, më dëgjoj, analistët, disa analistë, dëgjoj mua, u arrestonte Berisha, Meta, të gjithë thoshin bravo Dumani super, sot e ke Velien, e ke Ballukun, shiko tani, po spaku, kënu e Dumani, jo Olcidado, tani dallonin nga këtu, nuk besoj se jenë të njëjtë. Prandaj tash ti më lër pa. Tash se kolegët janë, kolegët tanë. Jo, analist, jo gazetar. Po mirë, s'na qenë në tyre dalin ne kemi fytyrën tonë. Bravo. Tani mendon se janë vonuar realisht hetimet në prokurorinë e posaçme për dosje të rëndësishme dhe a do duhet të vonoheshin apo Dumani
justifikohet me etime të vështira, për shkak të natyrës së zyrtarëve të lartë. Më kujto pak kur është arrestuar Vis Berberi? Në mars, në vitin e kaluar në 2024, por nuk kujtohet, periudha prill-mars, diçka e tillë. Në 2021 avokati po thuaj që ka shkuar kallëzimi është 2021, po. I 2021 i tunelit të Llogaras dhe puna për tunelin e Llogaras se mbaj mend ka disa vite që 14 mars 2024. Ne kemi thonë her pas here, ose të paktën kemi komentuar këtu dhe kemi raportuar këtu her pas here për hetimet të prokurorisë posaçme të nisura në vitin 2020, të nisura në vitin 2021 dhe të përfunduara viteve të fundit. Kemi parë dosje voluminoze dhe këtu i referohem gjithmonë dosjeve të Sky SCC Encrochat që patjetër mund të ndashur një analizë ndryshe, pavarësisht se edhe këtu ka qëndrime që a janë prova, janë indicie, nuk duhet ishën arrestuar të gjitha merat që edhe avokati i ceku. Ndërkohë sa i takon hetimit për tunelin e Llogaras apo për lotin e 4 të Unazës Madhe dhe për lotet e tjera që janë në hetim. Shiko, e mira e të mirave është që çdo hetim në momentin që regjistrohet patjetër që të bëhet sa më shpejt në mënyrë që të mos fshihen prova, të mos zbulohen, sepse ka pasur jo pak raste kur ka rrjedhur edhe informacioni, ëh. Kështu që unë këtu nuk përjashtoj as rrjedhjen e informacionit nga Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Prokuroria e Posaçme. Përtej se nuk kanë qenë raste të shpeshta, pra janë raste shumë sporadike dhe por që ekziston rreziku. Fakti që u bë në këtë kohë, unë kurrësësi kur nuk kam dashur që të mendoj që një prokurori i vonon hetimet për qëllime të caktuara. Në asnjë moment. Avokatë e kam parim timin dhe nuk dua ta besoj sepse besoj tek drejtësia e re, besoj tek lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe duke pasur kanë bërë shumë luftë, po krimin organizuar shikon 11 nëntorin edhe shikon SPAK-un sy për sy që a ka numër të reduktuar, a ka shumë dosje dhe ka numër të reduktuar prokurorësh patjetër që po. A bëhet fjalë për një emër shumë jo për Belinda Ballukun, por a bëhet fjalë për një emër shumë të rëndësishëm të qeverisë? Patjetër që po. A krijon kjo një lloj destabiliteti dhe vakumi që ka cituar edhe qeveria në kërkesën në ankimimin e bërë në kushtetuese të vendimit të gjykatës posaçme? Patjetër që po, sepse një javë të mbeten punë të pezulluara, kush e di se sa punë prishet. A ka qenë e qëllimshme? Këtë nuk dua ta pranoj. Por që a është vonuar, patjetër që hetimi ka zgjatur shumë vite. Po mund ta mendosh. Konsiderohet si duhet. Mund mos ta pranosh, po duhet ta mendosh. Atë që nuk duhet të pranoje, duhet ta mendosh. E pranon se pranon s'ka rëndësi. Unë e thash, mund të konsiderohet të duhet. Ka zgjatur shumë. E di se do të ta mendosh dhe ta përpunosh. Patjetër që ka zgjatur shumë. A janë dashur gjë që shkëlqen është flori dhe diamant. Të tjera që më pas të dalin me një akuzë. Është diamant apo flori? A ju janë dashur këto vite për të gjetur të dhëna që më pas të shkojnë me një akuzë konkrete? Prap më duket shumë kohë sepse unë kam thënë, ka pasur një telefon që ka ndihmuar në këto hetime. Telefoni është indicie. Po mirë, gjithsesi. Këto mesazhet janë kryqëzuara me të provohet, kryqëzuara me gjetjet e bëra. Gjendet fotot e mesazhet? Foto është indicie. Foto e kapur aty? Që tregoni kështu? Edhe përbëndet edhe është foto. Jo, nuk ka lidhje flagrancës. Provohet fakti konkret penal. Apo thjesht është indicia. Po kush e kryqëzon? Unë të dhe kryqëzon SPAK-un. Po vallai që është çfarë ndodh? Të shtoj edhe diçka tjetër, sepse për sa kohë gjykata është shqetësuar që nëse vazhdon qëndrimin në detyrë, pra prokuroria ka qenë shqetësuar që nëse vazhdon qëndrimin në detyrë, mund të, tani mendojnë që mund të ndikonte tek prishja provave, por mund ta përsërisë veprën penale. Nëse ka pasur provat mjaftueshme, pra duhet ta kishte nxituar në mënyrë që të mos qëndronte edhe kaq vite dhe të zvarrit e merret si karrocë dhe ço. Të mos qëndronte edhe kaq vite në detyrë, por të paktën prokurorët shenjtor të SPAK-ut në një karrocë edhe ky është mendimi i Aidës. Po ky është mendimi. Po nuk e le ta thosh. Po tani e tha. Po e thon pra se po ta lëm ne. Po edhe unë çfarë the, edhe zvarrit ai. Edhe zvarrit ai. Në asnjë moment SPAK-u Europian nuk kemi për zvarritje. Bukur ai s'bë gabime, vetëm në njerëzit bën gabime. Po ja konsideroj gabim. SPAK-u janë shenjtor
Dorni, djalli. O Gylsen, mos pa shumë abetën ashtu. Tash unë po tregojmë realiste. Unë realist po vend. Mirë do ishte që kishte nxituar me hetimet. Unë them, jo, ata nuk janë shejtor se janë bërë gabime. Avokat, edhe nxitimi të çon në gabim veç. Po s'duhet i bëj ai sepse të mbylli një shtëpi tjetrit edhe ta bëj tjetrin. Të flasë me veten çfarë është kjo? Pra çfarë është kjo? Kjo do të thotë që mua s'më intereson për ty sepse në fund fare unë do të bëj statistik, ti për mua je një statistik, edhe çfarë do të prokurori i Spakut, do të gjykojë, do të hetojë, do të kalbë në burg, sepse afërmend gjykata vendosi se themi ne. Edhe pastaj gjykata europiane na sjell në fatura. Edhe ti, edhe unë do paguajmë lek. Doni të paguajmë, majtë të paguajmë bashkë, po t'i pagojnë edhe ata të cilët kanë votuar Partinë Socialiste dhe u krenonin për reformë në drejtësi, e cila i pëlqen sipas interesit. Mirë të paguaj një SPAK që jeton rastet e vjedhjeve dhe po, edhe krimi organizuar me datën 11 ty nëntor të bërë qametin në Rinas dhe ti më thua ti mua që shiko SPAK-u është i mirë. Ne do ta ritheksojmë, do të jemi shumë kujdesshëm për diçka. Belinda Balluku akuzohet nga SPAK është marrë si e pandehur, por deri në fund të hetimeve ajo prezumohet e pafajshëm. E kemi thënë. Gjykata e posaçme, ajo e cila do të thotë SPAK që ke apo s'ke të drejtë. Që dhe dënon dhe nuk e dënon. E provon. Afërmendesh edhe mund mos ta dënoj. Afërmend se përdor si dumani të shprehjen. Tani mund edhe mos ta. Tani do të thosh diçka. Sepse është lojë e bukur edhe është rrezik. Është lojë e bukur dhe rrezikshme kjo Ballukut. Më përkthe pak këtë do më gjesh kush ndron problemin. Të lutem. O Gylsen, më rri këtu, Gylsen. Gylsen, më rri këtu. Duke qenë se Rama nuk e pranon pezullimin që ka vendosur GKK-ja. Tani moralisht apo juridikisht do përgjigjen? Jo, prit një sekond. Tani ky është mosbesim i qeverisë ndaj SPAK-ut? Ja. Prit. Është një mbrojtje politike ndaj Belinda Ballukut apo qeveria po kërkon të ketë kontroll të plot mbi dosjet e SPAK në raport me hetimet ndaj ekzekutivit, ndaj qeverisë. Tani janë tre, zgjidh të treja apo të gjitha bashkë apo një nga një? Kush mendon se është këto? Tani, për mua janë të gjitha janë pak a shumë, po kush qëndron më në krye? Në krye qëndron kjo, që zoti Rama nuk është se vendosur në një vështirësi, zoti Rama është në një, do të thoja, situatë kritike në gjendjen e Partisë Socialiste, që do një studim politik dhe pastaj një juridik. Por unë do të filloj në politik. Kush u arrestuar në shkurt dhe zoti Rama tha, nuk bëjmë avokatin e askujt? Zoti Veliaj. I mblodhi në shesh? Po. Kuptoj pasi kaloi një kohë gjatë që betejë me zotin Veliaj ishte pak më e vështirë se sa dukej në publik. Gjithë njerëzit thotë Veliaj mbaroi, gjykata kushtetuese do jetë favorin e Ramës. E mbamen ku isha unë tutë ty dhe thash gjykata kushtetuese në rast se do të vinë në nivelin e dur, Veliaj shkarkohet apo jo? Ju thatë që nuk shkarkohet. Nuk shkarkohet. U shkarku zoti Veliaj? Nuk shkarku. Që do të thotë, në faktin konkret që unë thash këtu, është kjo, jo si gjykata kushtetuese ishte e pavarur nga Rama, po se pikrisht gjykata kushtetuese aty ku ligji dhe aty ku duhet të vinë nivelin i dur kushtetues, që mos bën vetë statistik ta antarë të gjykatës kushtetuese, duhet të mbrojnë balancat dhe duhet të rregullojnë. Që do të thotë, kur të vjen ty flaka zotri, thua tani të mbroj dhe vetën, sepse po kërkon qeveria kontroll mbi SPAK-un apo jo? Një sekond, po të jap arsye. Ma përmbledh shkurt se do të kalojmë te çështja tjetër. Po ta përmbledh. Se vetë do rinë ndërtim. Dhe në fund fare, zoti Rama përdori mekanizmin më të lehtë që ka. Unë do krijoj një incident, një krizë juridike, penale dhe kushtetuese, sepse unë dua që të tregoj tek miqtë të mi ndërkombëtar që janë me Erion Velin, që unë nuk e lëshova Erion Velin, po Erion Veliaj është në burg për shkak të mëkateve të veta dhe unë nuk kisha mundësi të mbroja dikë. Dhe për këtë kësaj do t'i tregoj Erion Velis nga burgu që unë nuk të futa në burg, se shiko se si po mbroj edhe këtë që kam antar të qeverisë. Pra loja i nderuar edhe nderuar është shumë më e fortë se sa dukej dhe është më e rrezikshëm se sa ju mendoni. Është një rrezikshmëri e madhe kur SPAK-u është bërë vegël e mbrojtjes së Edi Ramës duke shkaktuar një situatë të paprecedente
kushtetuese dhe duke futur gjykatën dhe sistemin e ri të drejtësisë në një situatë në orekset e kryeministit Rama, që të tregoj zotit Veliaj që unë nuk të lëshova edhe shiko se si pëmbroj edhe këte. Faleminderit Zhlima. Mirë, ne ndalemi tek çështja tjetër. Do të flasim për operacionin e SPAK në bashkëpunim me antimafën italiane dhe prokurorinë e Breqës, ku godit një grup i trafikut, më saktë ndërkombëtar të lëndëve narkotike, ku sërish dalin të njëjtët emra në skenë ashtu si edhe në maj. Një grup prej 24 persona, është pak në lëshuar 24 arreste, për gjatë hetimit pra të rreth 5 viteve janë sekuestruar 1 tonë 300 kg kokain. Kush janë këta personazh, si funksiononte ky rrjet, si godit dhe çfarë do të bëjë SPAK më tej? Ne ndjekim insertin për kuptuar një përmbledhje të gjithë këtij grupi kriminal. SPAK ka finalizuar një nga operacionet e rëndësishme të viteve të fundit kundër trafikut ndërkombëtar të narkotikëve. Një dosje që nis në vitin 2019, kalon në 2023 dhe mbyllet formalisht në 2025 me një rrjet kriminal të shtrirë nga Amerika e Jugut në veri të Italisë dhe me degëzime që prekin drejt për drejt strukturat e policisë së shtetit në vendin tonë. Hetimet në bashkëpunim me antimafën e Breshës dhe autoritetet zviseriane kanë zbuluar një mekanizëm të sofistikuar trafikimi, logjistike, shpërndarje dhe pastrimi parash, i ndërtuar kryesisht nga shtetet shqiptar që operonin prej vitesh në Itali. Në krye nga baza operative në Shqipëri, Denis Myftiu, Erion Kapitani dhe Elvis Doçi jepnin urdhra dhe koordinonin aktivitetet përmes bisedave të koduara me algoritme të avancuara, të cilat hetuesit arritën t'i deshifronin fal bashkëpunimit ndërkombëtar. Sipas të dhënave të hetimeve, organizata kriminale kishte krijuar një linjë të qëndrueshme importit të kokainës nga portet e Amerikës së Jugut drejt Evropës Veriore, të futur në kontejner detar dhe të kaluar më pas në Itali përmes rrugëve të transportit të rëndë. Drogaruhen në 6 baza logjistike në Brescia, Verona, Modena dhe zona të tjera industriale të Italisë, ku magazinohej, ndajnë ngarkesa më të vogla dhe shpërndajnë në të gjithë territorin italian. Për çdo kilogram kokain të futur në Itali, fitimet shpërndaheshin në kanale të ndërlikuara kesh, të cilat më pas ktheheshin në Shqipëri përmes transportuesve financiar dhe shoferëve të autobusëve të linjës Itali-Shqipëri. Në total, autoritetet italiane sekuestruan mbi 1 tonë 300 kg kokain gjatë hetimit shumëvjeçar, ndërsa gjatë ndërhyrjeve operacionale ranë në pranga 10 persona dhe u bllokuan 550.000 euro kesh, 130 kg të tjera drogë dhe një armë gjysmë automatike. Por zbulimi që tronditi më shumë në institucione shqiptare nuk lidhet vetëm me trafikun. Në qendër të dosjes së SPAK del emri Igli Axhiajt, oficeri i policisë gjyqësore në forcën e posaçme operacionale, një oficer që kishte detyrën të hetonte të njëjtën çështje, që në fshehtësi të plot ndihmonte ta shmangte. Sipas SPAK, Axhiaj kishte akses të drejtpërdrejt në aktet procedurale dhe i zbulonte ato tek personat e dyshuar si pjesë e rrjetit të trafikut ndërkombëtar në Itali. Në këmbim ai ka kërkuar dhe pranuar përfitime monetare të palishme. Pjesën më të rëndë të provave e kanë dhënë përgjimet e Sky CC, ku Igli Axhiaj komunikon në mënyrë të drejtpërdrejtë me një prej personave kyç të rrjetit, Denis Myftiun, i njohur me Nof Kënzani. Bisedat janë të zhveshura të drejtpërdrejta dhe tregojnë qartë se oficeri antidrogës vepronte si burim informacioni brenda policisë së shtetit, duke paralajmëruar grupin në çdo lëvizje të strukturave hetimore. Në një nga komunikimet, Axhiaj kërkon Myftiut 15.000 euro, duke i thënë se shuma ishte për vete dhe për çunat. Kjo kërkesë vjen pak ditë para se autoritetet italiane të kryenin kontrollet e gjera në bazat logjistike të rrjetit. Në një tjetër mesazh, oficeri e paralajmëron trafikantin: "Kanë nisur kontrollet, mos lëvizni këto ditë dhe kam nga brenda." Kjo fjali, e shkruar në aplikacionin Sky, që kriminalët mendonin se ishte i pathyeshëm, është provuar se i referoi pikërisht vetë Axhiajt. Në të tjera biseda, Myftiu kërkon informacion për urdhra arresti, lëvizje të policisë, lëvizje të SPAK-ut dhe kontrolle banesash, ndërsa Axhiaj i përgjigjet se po kontrollon aktet procedurale. Rriqet e mbuloi një pjesë në dosje, si shkruan ai, duke siguruar se asnjë strukturë nuk do t'i afrojë pa paralajmërimin e tij. Këto biseda të sinkronizuara me veprimet e policisë shqiptare dhe italiane kanë përbërë bazën e fortë për masën arrest me burg për Axhiajin. Në 25 nëntor, gjykata e posaçme urdhëroi arrestimin me burg të Igli Axhiajt për shpërdorim detyre, zbulim të akteve ose të dhënave sekrete dhe korrupsion pasiv të funksionarëve të drejtësisë. Më 27 nëntor, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ekzekutoi arrestimin e tij. SPAK konfirmoi se gruaja e tij gjatë kontrollit të banesës ka tentuar të fshehë një aparat celular të përdorur pikërisht për komunikimet me rrjetin. Dosja e SPAK nuk mbyllet me kaq. Nga 24 personat për të cilat autoritetet italiane kanë caktuar masa sigurie, 6 ndodhen në Shqipëri dhe 3 prej tyre tashmë janë arrestuar.
Hetimi pritet të sjellë zhvillime të tjera pasi SPAK ka kërkuar informacion shtesë nga Italia dhe Zvicra për bazat e financimit dhe për rrugët dytësore të transportit të parave drejt Shqipërisë. Mirë parashikues të nderuar, ky ishte inserti për sa i përket këtij grupi kriminal i cili kishte zgjedhur që parat i sillte nëpërmjet le të themi rrugëve detare, sigurisht edhe transportit nëpërmjet autobusëve drejt vendit ton, një grup i cili me sa duket koordinohej nga Shqipëria. Aida, tani ti i ndjek shumë çështjet e policisë si gazetare e vjetër, do themi tash